Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëj një tavë me patate dhe me qofte në furrë. Atëherë, për këtë tavë kam 1 kg 600 g patate, kam 2 lugë gjelle me vaj ulliri, krip, piper, rigon, 150 ml i kam ujë. Këto i kemi për pjesën e patateve, do futen të parat në furrë. Dhe për qoftet kam 900 g mish të grirë, kam 2 kokra qep, ose do përdorni 2 të vogla ose 1 kokër qep ves të madhe, ashtu qep të madhe. Kam 1 kokër ves, kam 1 lugë gjelle me vaj, 1 lugë gjelle kam uthull, 2 thelpinj me hudhra, krip, piper, rigon, kam 100 g kaçkavall, kam 3 feta bukë tull, të cilën e kam grirë tek mikseri i qepës. Mund ta përdorni të gjithë fetën siç e keni, bashkë me korën nëse e keni dëshirë. Unë kam përdorur dhe përdor vetëm tullin. Atëherë bukën dhe tham 2 kokra limon, kam shtrydhur lëngun. Këtë do ta shtojmë tek tava, ndërkohë që do shtojmë qoftet. Nuk do ta shtojmë që tani në fillim. Atëherë, këtu kam patatet, i kam lar, i kam prer, i kam pastruar. Do t'i marinoj. O t'i shtoj piperin. Do t'i shtojmë krip. Do shtuar edhe kripën. Do shtojmë edhe rigonin. Paka shumë erza t'i shtojmë me sy. Do t'i përzijmë mirë. Pastaj do t'i shtojmë te tavë. Atëherë i kemi përzirë. Do marrim tavë. Do shtrojmë patatet. Do t'i hapim mirë në tavë. Atëherë i kemi hapur patatet në tavë. Do shtojmë vajin. Atëherë kemi shtuar edhe vajin dhe do shtojmë edhe ujin. Këto janë përbërësit për patate. Do t'i mbulojmë. Do vendosim mirë një letër furre. Dhe pastaj do vendosim letër me aluminium. Atëherë, patate do t'i vendosim në furrë. Vendosim patate të parat. Vendosim në furrë 200 gradë për 30 minuta. Pas 30 minuta pastaj do shtojmë qofte. Patatet i kam futur në furrë. Do filloj me qoftet. Këtu kam qepët, të cilat i kam prerë në mes, do t'i presim edhe një herë. Kam thash 2 kokra qep, por që unë i kam të vogla, mund të përdorni 1 kokër të madhe nëse keni dëshirë, ose 1 kokër të vogël, varet sepse ndonjëherë ka njerëz që nuk e ka shumë qepën. Atëherë tek mikseri i qepës do shtoj qepën edhe hudhrat dhe do t'i grij holl. Ose mund t'i grini tek rendja e dorës, sipas dëshirës. Siç jeni mësuar dhe e bëni juve, pa problem. E kam grirë qepën. Do ta shoj te mishi i grirë. Qepën dhe hudhrën kam. I grim të dyja bashkë te mikseri. Do t'i shtojmë tek mishi i grirë. Do shtojmë bukën, të cilën e kam grirë po tek mikseri i qepës. Do shtoj djathën kaçkavall, vaj, uthull, do shtoj vezën, do shtojmë piper.
Do shtojmë kripën edhe rigonin. Këto janë përbërësit. Dhe do ta punojmë e dorë gjitha të përzihen mirë të gjithë përbërësit. Qoftet i kam përfunduar, janë gati. Do t'i vëmë në frigorifer derisa të vej momenti që neve kaloj po themi gjysmë orshi që kemi vendosur patatet në furrë. Pastaj do t'i nxjerrim, do t'i punojmë me dorë dhe të bëjmë formën që ne duam të qofteve dhe do t'i fusim te patatet. Për momentin do ta vendosim tasin me qoftet në frigorifer. Ne kemi lënë brumin e qofteve në frigorifer. Do ta nxjerrim, do t'i bëjmë gati qoftet, formën mund t'ja jepni si të doni. I bëjmë gati qoftet dhe do nxjerrim tavën nga furra, të vendosim qoftet brenda. Unë po i bëj të rëmbullakta, por mund t'i bëni si të doni. Kam marrë pak ujë në tas, ujë të pishëm, që të më ndihmoj që t'i mbledh më mirë qoftet. Në këtë mënyrë. Por thash, modeli që do t'i jepni qofteve nuk përshkon fare. Mund t'i bëni si të doni. Kam nxjerr patatet nga furra, do vendos qoftet sipër dhe do t'i fusim përsëri në furrë. Do t'i vendosim përsëri në furrë për 30 minuta të tjera. Dhe 10 minutat e fundit do heqim letrën e aluminit, do ta lëmë që patatet dhe qoftet të marrin faqe. Nëse qoftet nuk i doni shumë të thekrisur apo me shumë ngjyrë, mund t'i hiqni nga patatet dhe ndërkohë mund të lini patatet që të marrin ngjyrë më tepër. E shikoni vetë sipas dëshirës. Atëherë kam vendosur qoftet. Do shtojmë edhe lëngun e limonit. Lëngu i limonit është preferenciale. Nëse nuk është se e keni qejf, nuk ju pëlqen, mos e shtoni, mua më pëlqen shumë. Shija që lëshon tek patatet edhe te qoftet, shumë e mirë. E mbulojmë tavën përsëri dhe tham, do ta vendosim përsëri në furrë për 30 minuta. Dhe 10 minutat e fundit do hiqim letrën e aluminit që të marrin ngjyrë të mirë dhe patatja dhe qoftja, po themi. Tava me qofte me patate ka përfunduar, del vërtet shumë e shijshme. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.